Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për dështimin e partive politike në Kosovë që të gjejnë një figurë unifikuese për president që si pasoj ka quar në zgjedhje të jashtëzakonshme, ka thënë një zëdhënës i BE-s duke nënvizuar nevojën që sa më parë të forcohet dialogun tër partijak për të mos humbur rastet që i jepën Kosovës përfshirë edhe përfitimet nga plani i rritjes. BE ka treguar gatishmëri për të vazhduar mbështetjen për Kosovën dhe për të punuar me Kosovën në secilën fushë përmes angazhimit të vazhdueshëm, përfshirë edhe implementimin e agjendës së reformave dhe dialogun e lehtësuar nga BE-ja, thuhet mëtej. Burimet diplomatike në BE kanë shprehur zhgënjim për zhvillimet e fundit politike në Kosovë dhe kanë shprehur frikën se tash Kosova mund të humbas edhe më shumë nga mjetët e BE-s, por edhe të ngadalsoj procesin e reformave si pasojë e krizës politike dhe proceseve të njëpasnjëshme zgjedhore. Këtyre qasteve do duhet të fillon të takimi ushtruesës detyrës së presidentës së Kosovës, Albulen Haxhiu, me përfaqësuesit e subjekteve politike. Qëllimi i takimit është koordinimi për caktimin e datës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pjesëmarrjen në takim e kanë konfirmuar PDK, LDK e AAK. Inkuadrojmë drejt për drejt në program kolegun ton Burim Zariqin nga presidenca. Burim, a ka filluar takimi dhe cilat janë detajet? Jemi drejt për drejt pra nga holli i kuvendit, nuk ka nisur ende takimi, përfaqësuesit e partive politike janë duke ardhur, deri me tash në sallën ku do të mbahet ky takim ka arritur kryetari i PDK-s Bedri Hamza, po ashtu shefja e grupit parlamentar të LDK-s Jehona Lushaku, përfaqësues të minoriteteve jo serbe, si dhe pritet të vijë ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Para pak qastër, sa po kaloi edhe përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje, pra dhe kryetari i AAK-s apo kryetarin e ardhi i AAK-s Ardian Gjini, i cili është lënë mundësia për të u zgjedhur kryetari i AAK-s, sido që tjetë edhe përfaqësuesit e vetëvendosjes janë në këtë takim. Tonika Gervalla ka qenë përfaqësuesja e vetëvendosjes. Pritet që të vijë edhe Albulena Haxhiu, ushtruesja e detyrës së presidentes, e cila do të diskutoj me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Deri me tash, sipas kalendarit, pritet që caktimi datës të jetë në 31 maj apo 7 qershori. Sa po ka hyrë edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu në këtë takim dhe tashmë mund të themi se takimi i saj me subjektet politike ka nisur. Pritet që njëra nga dy datat e lartë përmendura, 31 maj apo 7 qershorit, të caktohen si datë për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Ky takim vije pasi me 28 të këtij muaji dështoi zgjedhja e presidentit në mungesë të numrave dhe në mungesë të një marrëveshje. Dhe dje ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu kishte takuar edhe kryetarin e KQZ-s zotin Radoniqi për të biseduar për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Preferencë për KQZ-n është data 7 qershor, në mënyrë siç ka thënë zoti Radoniqi, të përgatiten, të kenë kohë për të përgatitur për të mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Megjithatë mbetet që të vendoset në këtë takim ku po marrin aktualisht pjesë të gjitha subjektet politike parlamentare apo ish parlamentare, tash mbetet të shihet në zgjedhjet e ardhshme se cilat do të jenë subjektet politike parlamentare, sido që të jetë në fund të këtij takimi është paralajmëruar që Albulena Haxhiu, ushtruesja e detyrës së presidentes, do të mbajë edhe një konferencë para gazetarëve për të treguar se cila është data e vendosur nga shumica e subjekteve parlamentare. Tashmë mediat janë duke marrë pamje nga ky takim. Nëse kemi hapësirë, mund të shohim edhe pamjet e drejtë për drejta të pjesëmarrësve të partive politike në këtë takim, siç tham, i cili vije pikërisht pas dështimit të zgjedhjes së presidentit dhe
shpërndarjes së kuvendit që i hapi rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pra, po shohim në pamje të drejtë për drejta ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Agjiu, kryetarin e PDK-s Petri Hamza, përfaqësuesi nga AK Ardian Gjini, po ashtu në krahun tjetër përfaqësuesja e LDK-s, shefja e grupit parlamentar Jehona Lushaku, zëvendës kryeministrja Donika Gërvalla dhe përfaqësues të minoriteteve jo serbe. Deri me tash nuk po shohim nëse në këtë takim po marrin pjesë edhe përfaqësues të komunitetit serb, si do të jetë, nëse mund të vinë pas pak minutave apo jo. Kjo është pamja e drejtë për drejtë nga takimi i presidentes apo ushtruese detyrës së presidentes Albulena Agjiu me subjektet politike, ku edhe pas këtij takimi pritet që të caktohet data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ndjekim pamje të drejtë për drejta. Falenderojmë kolegun Burim Zariqi për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Për rezultatet e takimit do të mund të informoheni në edicionet tona të radhës. Vazhdoj me informacionet të tjera. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se prokuroria dhe gjyqësori duhet të nxitojnë e veprojnë lidhur me rastet e krimeve të luftës, me që dëshmitarët po plakën dhe po vdesin. Pas homazheve në varrezat e dëshmorëve në Shtutic, Kurti tha se ka përparime sa i përket edhe zbardhjes së fatit të pagjeturve të zhdukur me dhunë, por edhe sa i përket ndëshkimit të kriminalëve të Serbisë. Ai deklaroi se Kosova është më e fortë se kurrë dhe se ushtria dhe policia janë në nivel të lartë, si për nga aftësitë ashtu edhe nga madhësia, duke theksuar se kur më askush nuk guxon të na e mësyj. Ndërkaq, komandanti i misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, general majori turk Oskan Ulutash, tha se që nga tetori vitit 2025, situata e sigurisë në Kosovë është përgjithsisht e qetë, por me potencial që të ketë tensione të reja. Ne nuk kemi parë përsëritje të dhunës si që kemi parë më 2023. Megjithatë, situata mbetet e brisht me potencial për tensione të reja, veçmas në veri të Kosovës, tha ai gjatë një takimi me ambasadorët e shtetëve të NATO-s dhe partnerëve që kontribuojnë në NATO në Bruksel. Ulutash gjatë takimit në Bruksel po ashtu tha se ka nevojë urgjente për një zgjidhje afatgjatë politike. NATO ja vazhdon të mbështesë plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në fund, stabiliteti varet kur të gjitha palët zgjedhin diplomacinë mbi dhunën. Rruga drejt paqes afatgjatë është politike, nuk është ushtarake. KFOR-i do të vazhdojë të mbështesë këtë proces, tha Ulutash. Kosova ka shënuar përparim në lirinë e media sipas indeksit botror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, duke u renditur në vendin e 84 apo 15 të vende më mirë se sa vitin paraprak. Me përjashtim të Kosovës që shënoi përparim, pavarësisht se mbetet një nga shtetet me renditjen më të ulët në Evropë, liria e shtypit në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi po përketësohet, thanë reporterët pa kufi. Vitin e kaluar, Kosova shënoi regresin më të madh në indeksin e lirisë së mediave të organizatës Reporterët pa kufi, duke u radhitur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete, rënja më e madhe në 15 vjet në indeksin vjetor të lirisë së shtypit të organizatës Reporterët pa kufi. Në vendët e rajonit, Kosova, sipas hulumtimeve, është renditur e fundit sa i përket procesit të integrimit evropian. Kjo për shkak të zgjedhjeve parlamentare të vazhdueshme. Kështu u tha në tryezën rajonale pas qyrimi rajonal, ku qëndron rajoni në grup kapitullin e parë të BE-s e organizuar nga Instituti Kosovës për Drejtësi, së bashku me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes nga Shqipëria dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese nga Maqedonia e Veriut.
Drejtori ekzekutiv I IKD-s Ehat Miftaraj tha se nuk ka vullnet politik që të bëhen institucionet funksionale pas zgjedhjeve që ta kenë prioritet integrimin evropian. Fatkeqësisht nëse marrë për bazë Kosovën e kemi thënë në raportin autori, është vendi I fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor si e përket procesit të integrimit evropian. Është bërë motë që Kosova të organizojë zgjedhje të lira demokratike. Jemi lider I Ballkanit Perëndimor në zonën e Evropë që organizojnë zgjedhje të cilat I plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare, zgjedhje të cilat pranohen nga gjitha partitë politike, përshëndeten nga partnerët ndërkombëtar, por që pastaj këto zgjedhje të lira demokratike që organizojnë, po kemi kapacitete apo vullnet politik të përkthejmë në institucione përgjegjëse, në institucione funksionale të cilat do ta kishin prioritet integrimin evropian. Ndërsa nga Shqipëria, drejtori ekzekutiv I CSDG-s Arjan Dyrmishi shtoi se për të qenë një shtet I suksesshëm duhet të kontrolloj financat. Është një projekt që ne në Shqipëri kemi filluar zbatimin që prej vitit 2021 me një herë në reflektim të ndryshimit të metodologjisë së antarësimit nga Bashkimi Evropian, pra ndarjen me grup kapituj. Ka pasur si moto që të ndjekin nga afër pikërisht ecurinë e procesit të parafrimit të Shqipërisë, të paktën në raport me këtë grup kapitull. Siç dihet, metodologjia e antarësimit parashikon që grup kapitulli I parë, meqense të gjithë kapitujt grupohen në 6 grup kapituj, që nëse një shtet nuk kontrollon siç duhet financat e veta, nuk mund të jetë I suksesshëm. Statistika, sepse si do ta masi suksesin dhe regresin, prokurimet publike, sepse si do shpërndahen parat për të zhvilluar vendin, dhe pastaj drejtësia dhe siguria. Kështu që këto janë elementet thelbësore të shtetit. Nga Maqedonia e Veriut, drejtori I SCOOP Goran Levkov tha se situata është zhgënjyese në institucionet e Ballkanit Perëndimor për të përmbushur të gjitha standardet dhe kriteret. Ai tha se duhet të ecin së bashku si rajon që të bëhen pjesë e BE-s, duke ndërtuar kapacitetet e organizatave, kapacitetet e shoqërisë dhe kapacitetet e njerëzve për ta kaluar këtë rrugë. Maqedonia e Veriut pret për antarësinë, të thuaj, ndoshta më së gjati. Ndoshta besoj Turqia ka pritur më gjatë se ne. Pastaj është Kosova që tashmë vetë sa ka filluar procesin, por në fund të fundit duhet të kaloj, ne duhet jemi si region, të ngresim kapacitetet, si sta organizatave tona, shoqat edhe të njerëzve, që ti kalojmë këto sfida dhe kur flasim për politikanë, do të dëgjojmë nga njerëz sepse ata jo flasin ashtu, thënë se jo, nuk ka vullnet të mirë nga Bashkimi Evropian që ne vetë na integrojnë kështu me radhë, por thjesht është për konsum politik, sepse du t'i shohim në çfarë gjendje jemi ne, në çfarë gjendje kanë institucionet tona, ku qëndrojmë ne në këtë ndërgim, sepse aty jemi me të zhgënjur, unë besoj. Sipas IKD-s, këta kapituj lidhen me sundimin e ligjit, drejtësinë, korrupsionin dhe të drejtat e njeriut. Sa I përket zgjedhjeve në këtë takim, u tha se Kosova organizon zgjedhje të lira, por që këto zgjedhje që po organizohen, pastaj s'po ka vullnet politik që të përkthehen në institucione përgjegjëse. Ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës Albulen Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë bërë homazhe në përfshatrat të Drenicës ku kujtuan të vrarët gjatë luftës në Kosovë. Haxhiu deklaroi se masakrat e kryera në fshatrat e Drenicës janë dëshmi e krimeve të kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Kurti pas homazheve deklaroi se nevojitet më shumë angazhim nga institucionet e drejtësisë.
Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca për gazin Lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Në gjykator janë paraqitur të akuzuarit Fitore Pacolli Dalipi, Salih Zyba dhe Drita Millaku. Ata akuzohen për ndezjen e bombolave të gazit Lotësjellës më 21 mars 2018 rreth orës 12:10 deri në orën 15:40. Në fjalën hyrëse mbrojtja e Salih Zybës, avokati Hasan Jashari tha se veprimet politike nuk janë vepër penale dhe se tymi i përdorur në Parlamentin e Kosovës është përdorur për të arritur një qëllim politik. Ne si mbrojtës konsiderojmë sa i tym që është përdorur në sallën e Parlamentit, është përdorur vetëm për të arritur një qëllim politik, për të pa mundësuar që të merret një vendim nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, i cili vendim ka qenë i dëmshëm për vendin tonë. Edhe avokati i Fitore Pacollit Lavdrim Salihu tha se akuza është e mangët sa i përket aspektit kohor kur është kryer vepra. E mbrojtura ime akuzohet se me 21/3/2018 ora 12:10 deri në 15:40 ka kryer veprën penale siç është përcaktuar. Kjo akuzë është e mangët për shkak se në aspektin kohor, edhe pse kemi të bëjmë një veprim konkret, një hidër bombonë shkruhet interval kohor për mëse 3 orësh. Tutje para trupit gjykues sa i tha se akt akuza mbështetet edhe në prova të pabazuara. Në këtë drejtim, edhe pse kemi të bëjmë me raport, i cili në këtë rast propozohet me cilësi të ekspertizës. Pra mund të kemi një ekspertizë që është kryepruvë në çështje juridiko-penale, përderisa nuk propozohet dërgjimi i ekspertit. Prokurori Valdrin Krasniqi ka kundërshtuar kërkesën e mbrojtjes së Fitore Pacollit për caktimin e një eksperti, teksa tha se raporti i grupit të ekspertëve është mjaftueshëm i qartë. E kundërshtoj kërkesën për caktimin e një eksperti duke vlerësuar se raporti i ekspertimit i lartësekur është mjaftueshëm i qartë, i cili vërteton se të pandehurit kanë përdorur armë, në këtë rast gaz irritues. Mbrojtja e Fitore Pacollit, avokati Lavdrim Salihu ka pasur vërejtje për provat materiale të prokurorisë. Sa i përket raportet që propozuar si raport ekspertimi duhet të shkollet si provë pa pranueshme dhe të veçohet nga shkresat e lëndës si provë e partikulueshme në kuptim të nemit në numëllë për shkak se nuk dihet kush e ka përpilu këtë raport. Vërejtje për deklarimet e prokurorisë pati edhe i pandehuri Salih Zyba. Deklarimi i tij në fjalën e parë hyrë se ke ligjvendësi ka para pa. Ky ligjvendës është të kontestuar. Jo pasojën, po vetë qenien tonë. Dhe për më keq që ishte kontroversë, sepse në fjalinë e fundit tha, të njëjtit gjatë asaj seance kanë konsumuar dhe është marrë masa disiplinore, që në nënkupton, ligjvendësi ka rregulluar edhe normat kur e cilësohet konsiderohet vepër penale dhe kur eventualisht në rastin konkret, kur vepër penale dhe kur shkelje disiplinore. Kur vepër penale? I akuzuari Salih Zyba i quajti prokurorinë e asaj kohe si të kapur. Është ekspertizë ose trup profesionale. Kam kënaqësinë dhe obligimin që të komunikoj me ta, jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, të cilësoj. Avokatët kanë propozuar që të shikohen video incizimet nga data kur pretendohet se është kryer vepra penale me të cilën ngarkohen të pandehurit.
Shqetësime serioze lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara të Kosovës ka konstatuar raporti preliminar i një autoritetit të pavarur ndërkombëtar, ka thënë avokati popullit Naim Qelaj. Ai ka shtuar se raporti i Bar Human Rights Committee of England and Wales konfirmon edhe shqetësimet e ngritura më parë nga vetë institucioni i avokatit të popullit. Përbërja ekskluzivisht ndërkombëtare vënë në pyetje dhe kompetencën, por në anën tjetër edhe në raport me përjashtimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, rregullat e përcaktuara nga gjykata janë me defekte dhe boslëqe të shumta, sepse së paku në 2 raste është vërtetuar që kërkesën për përjashtimin e kryetarës së gjykatës e vlerëson dhe shërton vetë kryetari i gjykatës, pra këtë tregon që ka mungesë të bikëqyrjes dhe mekanizmave edhe kur konstatohet që mund të ketë shkelje të kësaj natyre. Raporti trajton me shqetësim të veçantë çështjet që lidhen me integritetin procedural dhe perceptimin e panshmërisë pas pjesëmarrjes së kryetarës, prokurorit specializuar Jack Smith dhe administratorit të gjykatës në një informim diplomatik të zhvilluar pa dieninë e mbrojtjes. Është fjala ky komunikim është vendosur mbi bazën e një dokumenti që është hartuar nga njëri prej pjesëmarrësve, shtetet pjesëmarrëse në këtë takim, dhe përmbajtja e komunikimit është e vendosur në raport. Raporti evidenton se deklaratat e atribuara prokurorit, përfshirë dhe kryetarës së gjykatës, përfshin përshkrimin ku konstatohet ose theksohet dënime me burgim të përjetshëm, pra vitet për vitin 2021, në vitin 2011. Dhe pastaj konstatimi që nëse lirohen ta persona mund paraqesin rrezik dhe duhet mbahen para burgim, konstatime nga vetë kryetaria e gjykatës i ngren shqetësime serioze jo vetëm për prezumimin e pafajësisë, por edhe për integritetin e procesit të lirimit parakohshëm, si edhe mungesën e transparencës procedurale. Shqetësime dhe drejtje që janë konstatuar në pikat e raportit. Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat ka njoftuar se më 1 maj 2026 në shënim të ditës ndërkombëtare të punëtorëve do të organizojnë një protestë paqësore. Sipas njoftimit të kësaj sindikate, protesta organizohet në mbështetje të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Protesta do të fillojë në ora 10 me vendgrumbullim në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë dhe do të vazhdojë deri në hapësirën ndërmjet objektit të ish-gërmisë dhe ndërtesës së qeverisë, thuhet në njoftim. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.